Vetëm disa orë pas primet të parë të Big Brother VIP 5 ka startuar gjithashtu edhe Big Brother VIP Fan Club nën moderimin e Kiara Titos. Ky program nisi ndryshe, ku i pari që hyri në skenë ishte fituesi i Big Brother VIP 2, Luis Eli, i cili prezantoi bashkëshorten e tij, zonja dhe zotërin Çapa Çula. Në shtëpinë e tretë më të famshme, se e para është shtëpia e bardhë, e dyta është shtëpia e Big Brother, e treta është kjo ku jam unë, shtëpia e Fan Club VIP, kam ardhur vetëm për një qëllim. Ju do thoni çfarë do ky këtu. Unë do prezantoj atë që do e prezantoj. Ajo është një vajzë, një grua tashmë, që nuk do të jetë kur vetëm sepse më ka mua në krah. Janë munduar ta lënë në hije, por hija nuk e mbulon kur dritën. Ajo është drita e diellit. Bashkëshortja ime, nëna e Lunës, Kiara Tito Eli. Bëra atë që do të bënte çdo burr për nënën e fëmijës së tij. Tani mua më duhet të iki se më vjen nëna në rinas. Atë ri unë apo merresh vetë ti me këto, u shpreh me batuta Luis Eli. Në fund nuk munguan as momentet romantike, me Luisin që i dhuroi një puthje Kiarës përpara se të largohej.